ditën e djeshme është publikuar kontrata e lobimit e Partisë Demokratike me një nga firmat lobuese amerikane, ku thuhet ndër të tjera që shifra që është dhënë për këtë lobim është 6 milion euro. Si e kuptoj unë, apo si çka ndodhur? Si e do përgjigje? Si e kupton ti dhe çfarë ka ndodhur? Unë e kuptoj që janë mbledhur 6 milion dollar nga drekët e shqiptarëve për të blerë thas me miell për t'u dhënë amerikanëve që të mbështesin Sali Berishën. Kështu e mendoj. Është një lloj. Si ai transport thasësh me miell që u jepen familjeve shqiptare për të votuar atë që u shkon dhe u troket në derë. Po ashtu edhe i ashtukoj këtu lobim, se përdori një fjalë lobim, çdo më thënë lobim. Do më thënë që vjen e korruptojnë njerëz në Shtetet Bashkuara të Amerikës të vend të ndihmojnë tek presidenti i Amerikës të heqi non gratën, por nëse amerikanët dhe i them këto të shikohet të më dëgjoj ambasada amerikane, nëse amerikanët e heqin lobimin mbi bazë interesash dhe mbi bazë pagesash që mund të bëhen nga Sali Berisha apo me gonigallit që ja bëri Edi Rama, atëre lumsi neve që shpresojmë te Amerika, po unë nuk besoj që të jetë kështu. Dhe këto para duhet të na thot ai zotëria që ka premtuar se do paguaj lobimin. Do paguaj, do me thënë, larjen, heqjen e non gratës, përse bëhet kjo? Ku që shërben? I shërben Amerikës, u shërben shqiptarve, apo i shërben një personit vetëm që Sali Berisha? Unë këtë se di, se kuptoj. Dhe unë nuk e kuptoj këtë mënyrë amerikane të heqjes apo të vendosjes e non gratave. Është vendosur non grata sepse... Avokat, po nëse marrim ne që, po themi, ka pasur lobime të fuqishme për vendosjen e non gratas, dhe në kushtet kur tani Partia Demokratike mund të ketë njerëz afër Trumpit, mund të lobohet që ajo non gratë të hiqet, që mund të jetë vendosur si pasojë e lobimeve të bërë, po themi. Në të dy rastet unë jam kundër kësaj mënyre, edhe kësaj forme që vendoset non grata. Nëse non grata vendoset në bazë lobimesh, pagesash dhe interesash dhe brylash, atëre turpi mbetet në Amerikë. Po unë kam besimin absolut që Amerika nuk i bën këto mbi bazë lobimesh, po i bën mbi bazën e veprave dhe të veprimtarisë që bëjnë persona të cilët shpallen non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë jam i bindur që amerikanët ja kanë vënë damkën e non gratës Sali Berishës, sepse Sali Berisha ka shkelur interesat e popullit shqiptar, ka vjedhur në Shqipëri sa i ka dashur qefi, ka bërë që ka dashur qefi dhe për këtë Amerika këta njerëz nuk i do, nuk i pranon, prandaj ka dhënë non gratën. Unë kështu e kuptoj. Ndryshe nuk mund të... Ndryshe mirë ne pastaj, po që se çdo njeri shkon në Amerikë paguan edhe shpallet gazetari non grata, apo zasja. Ç'është kjo? Jo zotëri, nuk shpallen në bëhet ashtu. Këto i thonë këta janë të tëra mashtrime, kanë denë sot nga gënjejnë të dy palë. Avokat, ju thoni që 6 milion euro nuk janë lekë dhe emigrantëve shqiptarë që janë mbledhur për të ndihmuar Partinë Demokratike që të vinë pushtet? Qofse ato 6 milion euro apo dollar janë mbledhur nga emigrantët që mezi paguajnë qeranën dhe mezi nxjerrin muajin nga zarfat që u vënë ditë për ditë në shtëpi dhe atje ku punojnë, kjo do të thotë që emigrantët shqiptanë që kanë bërë miliarderë. Po nuk e besoj këtë kurrë. Ky është mashtrim i radhës që bën propaganda komuniste e të dy palëve, të dy grupeve të Partisë Punës për të mashtruar qytetarët shqiptarë. Jo qytetarët shqiptarë, jo vëllezërit e mi, mos i besoni këto. Edhe po u garantoj unë nuk do hiqet non grata, jo 6 milion dollar të mbledh Sali Berisha, e të dërgoj, e të gënjej, e të dërgoj atje se ato janë lekë të Sali Berishës, nuk janë emigrantëve. Edhe mos gënjejnë, mos pëqej pas gishtit. Pas kanë mbledhur 6 milion dollar amerikanë për të dhënë Sali Berishës të heqë non gratën, në një kohë që këtu prindrit e tyre futen në burg se s'kan lekë paguajnë dritat. Në një kohë që këtu jetojnë me 100 euro apo 100 dollar pension. Edhe do i dhënë nga Sali Berishës 6 milion dollar. Jeni mirë ju, i besoni ju këto brot shkulla. Avokat, po çfarë të keqe ka nëse paguajnë 6 milion dollar që Partia Demokratike të lobohet pranë presidentit amerikan Donald Trump,
dhe të jetë një ndihmë e madhe që ajo të vinë në pushtet. Pra, a është antiligjore, nuk është morale, apo si ta kuptojmë? S'është as morale nuk është dhe është tërësisht antiligjore. Zotëri, përse duhet paguaj e zëmi paguajnë emigrantët shqiptarë, pse duhet paguajnë 6 milion dollar që këtë Sali Berisha në pushtet? Dhe përse duhet këtë pushtet ky njeri me këtë mënyrë? Po e do populli dhe ta vaktoj. Pse duhet paguaj? Se ndoshta përballë ka një makineri që paguan dhe ajo. Kush? Cila makinë? Makineri që mund tjetë Rama që pagun lobistët e vetë, po themi. Po për të dy rastet unë përgjegjësinë e vetë e Shtetit Bashkuar se vetë këta. Ore këta mund të qesi Shqipërinë për të një pushtet. Lobimi është i ligjëruar në SBA, avokat. Njifet. Njifet. Po. Unë nuk e njoh dhe nuk e pranoj. Ata dhe të bëjnë, atëre të marrë lekë shqiptarëve, kjo është një vjedhje hapur atëre që bën shqiptarëve. Në qoftë se Amerika pranon të ashtu quajturat lobime për të ardhur në pushtet Edi Rama apo Sali Berisha për të shpëtuar nga Megonigalli apo për të shpëtuar nga përgjegjësia nga burgu Sali Berisha, atëre lumsi neve pse soni ju. Ne pas ka marrë lumë me kohë se shohim. Që e shohim në fakt për ditë, por nuk është kështu. Nuk mund të jetë kështu. Lobimet atje përse bëhen, se u si di, dhe fjalën lobim nuk ma ka thënë njëri çdo të thotë. Lobim është një, po themi zyrtar ose një jo zyrtar amerikan mund të ndërmjetësojë një takim me presidentin, me senatorët, me kongresmenët dhe lobimi në SBA është i taksuar, pra është i njohur ligjërisht. Që deklarohen se sa marrë nga lobim. Ky njeri, ky që për të cili lobohet kërkon të takoj presidentin apo ministrin e jashtëm amerikan, përse do ta bëjnë nëpërmjet lobimit? Ta ka marrëdhënie zyrtare shtetërore. Në qoftë se është e nevojshme dhe nëse duhet që të kontaktoj presidenti apo kryeministri shqiptar me presidentin e Amerikës, ka protokoll nëpërmjet ambasadave, rregullohet data, ora, viti, muaji, tëra dhe kryet vizita, që janë këto lobime. Atëre këta nuk vjen në Amerikë për punë të shtetit shqiptar. Këta vajt kanë për të mbuluar parat e vjedhura. Bravo, në arruat e motre burrit. Pse kështu është? Jo, më zotëri, nuk është kështu. Dhe nuk duhet jetë kështu. Nuk ma merr mendja mua se Amerika bën të tilla lobime. Këto i thon këta. Nga shqiptarët dhe nga njerëzit tanë që kemi në Amerikë nuk na është pranuar një gjë e tillë. Nuk më ka thënë njeri mua nga miqtemi që kam atje që shikoj se këtu po bëre lobim, po pagove sa para, vjen e takon presidentin. Dhe pastaj se takon presidentin, domethënë ti duhet të lobosh, të paguash para, që të vesh se presidentin që jashtë hallet e shqiptarëve. Jo, shoku. Nuk bëhet kështu. Avokat, po ne kemi që ti mund të shkosh në SBA dhe me një foto, po themi siç ka qenë kur ishte fushata, me Donald Trumpin, ti duhet paguash që të dilje në një foto me Donald Trumpin. Dhe aty mund shkëmbej një 5 minutë, po themi bisedë me atë. Po dhe ti e pagun. Po kjo kujt i vlen? Ndoshta mund t'i vlej një, po themi Berishës, i cili në një X populli shqiptar i vlen kjo. Të lutem, populli shqiptar i vlen kjo. Kjo duhet parë, avokat. Jo duhet parë, më thuaj, po jo. S'ka aty. Duhet parë, sepse s'kemi shohim, nuk bën në këtë mënyrë takimin me presidentin e Amerikës. Dhe me shtetin amerikan, dhe me ministrin e jashtëm, me sekretarin e shtetit. Që janë këto murë? Që janë këto lloj takime kështu më? Këta e korrupsioni gjallë, këta emër kanë. Më thuash mua ti do vetë të paguaj sa para të bëj një lobim, do gjej miq atje, do paguajnë lek ata që unë vetë të bëj një foto me presidentin. E përse më duhet fotografia me presidentin? Për të thënë që presidenti më do mua? Jo, zotëri, jo, nuk është kështu. Jo, zotëri, jo. Politika, marketingi është avokat. Jo, politika nuk është biznes. Politika është marrëdhënie ndërshtetërore midis qeverive të dy vendeve apo të X vendeve dhe ndërtim i të gjithë punës që do të bëjnë për marrëvajtjen e tregtisë, të interesave reciproke, të interesave geopolitike, dhe nuk është që të vetë të bëj një fotografi me Trumpin unë edhe tani unë jam i pari vendit e shikoni humorese unë do t'ju shkel juve sa më do qefi se kam miqësi me Trumpin, jo zotri, nuk është shumë. Avokat, në një nga pikat e kontratës, që është nënshkruar dhe kontrata po themi është publike, thuaj që kompania lobuese do të loboj që të ketë, po themi zyrtar Partisë Demokratike, të kenë takime me zyrtar të lartë të administratës së Donald Trumpit. Pjesë e kompanisë është edhe shefi e kabinetit e Donald Trumpit.
vajza e saj. Këto lloj lobimesh unë i neveris. I hedh poshtë me neveri. Këta janë korrupsioni pastër fare. Po i vënë emri lobim. Ky është korrupsioni pastër fare. Çka bërë më shumë me Gonigallin? S'ka bërë më shumë. Ndoshta edhe më pak. Ne për atë po e kritikojmë Edi Ramën. Se s'na ka vrarë babën. Por, për këto pislë që bën me Gonigallin, të njëjta gjë po i bëjnë këta me palë tjetër. Pse më kështu, për këtë kështu janë ndërtuar marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është Amerika? Jo, zotëri, nuk është se kjo është Amerika. Jo. Avokat, po në këtë proces ka dy palë. Pra është pala shqiptare dhe pala amerikane. Por e pala shqiptare vetë lypës është. Lypësi nga ata të rrugëve është. Unë them palën amerikane që është shtet serioz, është superfuqi e Po si botës. shpjegoj që e pranon këtë gjë? Nuk e di, nuk e besoj ti ta ketë pranuar. Këtë se besoj, e thonë ju. Jo, po është kontrata. E thotë Shqipëri, cila kontratë, me kë? Është kontrata me kompani lobuese. Është me kompani, zotëri, po e kompanisë me shtetin Amerikan. Po pra, por nëse kompania zotohet që në muajt e Zotime ti mbaj për vete, të merr paratë të thotë miru pafshi. është një procedurë dhe është një, po themi, precedent që është ndjekur edhe më përpara, që kompanitë kanë dhënë lek lobuese dhe pastaj janë mundsuar dhe takime të ndryshme me zyrtar amerikan. Edhe një herë, për të mos e përsëris, lobim për të takuar me zyrtar amerikan për të fituar pozita dhe për të fituar autoritet në shteti shqiptar, siç ka bërë Fatmir Mediu bie fjala me disa raste që thotë ai kanë bërë fotografi me atë fotografi me këtë. Këto janë të turpshme dhe të dënueshme nga unë si qytetar, si avokat, si jurist. Që janë këto lobime që më thua mua ti kam bërë një marrëveshje me një kompani që ajo kompani ka mundësi të ndërhyjë tek shteti amerikan që unë të takoj presidentin. Kështu u takoj ka presidenti amerikan me këta? Pra do të thotë që ato para që merr kjo kompania, kjo merr 1/10 të tjera ti me shteti amerikan, me presidenti apo departament deep state. Ore zotëri, nuk punon kështu Amerika, nuk përzihet Amerikanë tilla pislëqe. Qofse ndodh avokat. Nuk ndodh ajo. Nuk besoj, është propagandë këtu, është mashtrim i këtyre banditëve që Avokat, nëse Shqipërinë. sipas kësaj kontrate lobuese të nënshkruar nga Partia Demokratike, në një të ardhme jo të largët, Sali Berisha fiton procesin dhe i hiqet non grata, rikthehet dhe bëhet kryeministër. Mirë neve dhe mirë bota që do besoj pastaj te Amerika. Nëse Amerika i heq non gratën në këtë mënyrë siç pretendojnë këta, që pas kanë bërë një kontratë me një kompani lobuese. Ore, kompania është private, zotëri. Ku e keni atë lasivitën, atë derrin e zi që eri në Amerika, që ta jam zëdhën si Amerikës. Gënjejnë të tërë ditën, po a them unë të nderuar qytetar shqiptar, po i shikoj direkt nga kamera. Ju gënjen, ju demokratët e ndershëm, ju që keni mbetur, e keni matur bulevardin me pëllëm bashkë me mua, deri në 2017. Ju, mos e besoni këtë pislëk që po u servir Sali Berisha apo si e ka i Noka, Flamur Noka. Jo, zotëri, jo. Këto janë mashtrime që i bëjnë këta. Nuk besoj që Amerika të bëjë të tilla pislëqe. Garantori që ishte i kësaj kontrate është një shqiptar amerikan. A besoni që, po themi, ky shqiptar amerikan është me të vërtetë që ka dalë garantor dhe është i aftë të paguajë këtë shumë garante që është vendosur, apo kjo është, po themi, një lloj gjetje për të shmangur, po themi, deklarime që mund të detyrohet PD-ja të bëjë në KQZ. Nga të dhënat e mia ka di që janë mbi 7 deputet të Partisë Demokratike që kanë biznese miliona dollarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në emra të kushërive të tyre apo të njerëzve të tyre. Kjo kompania ose ky personi që ka deklaruar dhe që ka mundësi të paguajë 6 milion dollar, duhet i thotë shteti shqiptar dhe shtetit amerikan origjinën e këtyre parave dhe kaq e thjeshtë është. Origjinën nga i gjeti. Ku i gjeti kjo para? Kush është ky miliarder, milioner shqiptar
që i dhën ka një dorë 6 milion dollar për të hequr Sali Berishës non gratën. Dhe përse duhet hequr non grata ata marrin vesh? Përse? Që Sali Berisha bëhet prap kryeministër, po jo zotri, nuk do bëhet prap kryeministër. Mos e shpreso zoti Sali, nuk do bëhesh më kryeministër. Nuk kthehet ujë prap ande nga ka rrjedhur. Avokat, ka pasur një reagim ditën e sotme të Richard Grenell, një personazh shumë afër Donald Trump dhe po ashtu edhe të djalit të Donald Trump, lidhur me një lajm që është publikuar nga media shqiptare, se Ramës i është anulluar një takim me djalin e Donald Trump, i cili ishte për vizitë në Serbi. Të dy kanë reaguar duke e mohuar si lajm, duke e thënë që lajmi është i pavërtetë. Këto janë qesharake në politikë në një shteti dhe për burra shteti, për faqësues shteti, se s'është burr shteti Edi Rama, këto janë qesharake, janë të turpshme. Por zotëri, do vesh të takosh maçin e Trumpit ti për të bërë politikë në Shqipëri. Kush është djali i Trumpit? Qa funksioni ka në shtetin Amerikan? Zyrtar. Ka ndonjë funksion? Jo. Përse i duhet? Që të korruptojë, të jati nëpërmjet të birit, që janë këto mërë, këto janë pislëqet që i kanë bërë këta, i kanë pasur në modë, që nga 41 që krijuan partinë komuniste Mgosha me Popovicin, dhe ashtu i kanë bërë marrëveshjet të rjetën. Kërcisin çizmet e Garashaninit këtu në kone miqësisë shqiptare-jugoslave, ku nuk flitej për flamurin shqiptar apo për pavarësinë apo për Ismail Qemalin. Këtë punë kanë bërë këta të rjetën, në gënjejnë. Po është e pamundur të ndodhë kjo me amerikanët. Pse përhapen këto lajme? Gënjejnë, mashtrojnë simpatizantë të tyre. Është e thjeshtë. Ja shikoj ti që i ke këtu. Përse vjen këta pas tyre? Përse vjen? Të më thonë mua. Unë kam mbështetur Partinë Demokratike në protesta, me mendimin dhe me besimin që Partia Demokratike do punonte për mirëqenien dhe për rritjen e ekonomisë në Shqipëri. Sa mora vesh, pislëqet janë bërë gjatë viteve 92, 97, po që i mora vesh tani zyrtarisë nuk thuheshin, atëherë unë them nuk mos ja pafshabojnë. Të njëjtin gjë duhet bëjnë të gjithë shqiptarët e ndershëm që duan të bëhet Shqipëria. Nuk bëhet Shqipëria me lobime, o njerëz. Shqipëria bëhet me punë dhe me desh dhe marrëdhënie direkte korrekte. Unë di që edhe njerë do të kthem politikës amerikane, ose shpifjeve që bëhen në emër të politikës amerikane, u them që këto nuk do bëhen, këto pislëqe që thonë këta. Dhe nuk do ketë lobim dhe kthim heqjet e non gratës Sali Berishës. Nuk do t'i hiqet, më në kot lodhen. Kot lodhen. Nuk do t'i hiqet. Janë mashtrime që i thonë për të mbajtur njerëzit rreth vetes. Nuk është e vërtet. Kështu. Avokat, si po e shikoni fushatën elektorale? Më turp s'ka ku shkon më, si gjithmonë. Po mungojnë ato sazet që na vinin në kohën e Enverit, në orën 5:30 të mëngjesit, filloni sazet këtu te ky sheshi qefti këtu, valonte gërneta dhe daullja dhe vinin ata të kryesisë frontit derë më derë, shpejt se na e kaloi bloku tjetër, shpejt shkoni votoni se votuan më përpara ata, ca turpe që s'kishim ç'bënim se ishim detyruar, ishim në burg të mat. Tani s'ka më nga ato. Këta dhe të vazhdojnë të bëjnë ato që kanë bërë të rjetën, mashtrimet që kanë bërë të rjetën, ne s'kemi që bëjmë, janë në pushtet, të dy palët janë në pushtet, se opozita është pushtet, zotëri, opozita nuk është mas amorfe. Është parti në pushtet dhe opozita. Bashkë qeverisin. Dhe bashkë kanë qeverisur deri tani. I kanë bashkë gratacijelet dhe kullat. Avokat, ditën e sotme është nënshkruar një marrëveshje mes një kompanie shqiptare dhe një kompanie turke për të ndërtuar një uzinë armësh. A besoni që Shqipëria do të armatoset ashtu si duhet të jetë një shtet që të ketë mundësi të mbrojë vendin e vet? Shqipëria ka qenë armatosur që mund ta mbronte vendin e vet. Dhe shqiptarëve nuk u është thënë ku shkuan armat. Kemi pasur gati $100 miliard
armatime. Tanke, avion, anije, artilleri, sa askush tjetër. Ku vajten? Tani, që armë do prodhohen? Sën do prodhohen armë, për që armë do prodhohen? Se po të bësh një uzinë ti për prodhuar pistoleta dhe automatik, për këj për lepuj, zotri, sot armë nuk janë më këto konvencionale, këto armë të këmsoris apo artilleria. Sot armë është raketa. Prodhohen raketa? Jo. Për mua dhe të bëjnë shdoj. Nuk e di qa marrëveshje është bërë, por nuk besoj se do prodhohen armë që të mbrojtë Shqipëria nga fuqi super të armatosura si që Serbia apo Greqia. Avokat, po themi politika shqiptare ka artikuluar shpesher që do riaktivizoj uzinat dhe fabrikat që janë mbyllur dhe janë shkatruar me përpara. Do jap njëri llogari pse u mbyllën ato që qenë njerë, pastaj këtu jemi, do t'ja reaktivizojmë ato. Po kush i mbylli? Se këtu janë kryeministrat, ministrat dhe qeveritarët e 32 vjetëve, këtu janë, në Shqipëri, janë këtu. Të dalin të japin llogari, shkoni pyetin i zotëri, pse janë mbyllur? Pse nuk shkojnë gazetarët t'i pyesin? Pyeteni atë Sali Berishën, se aty e kini. Zotëri, pse janë mbyllur uzinat? Pse mbyllë kombinatet? Pse mbyllë uzinën e telave në Shkodër që ishte me prodhim me cikël të mbyllur? Pse mbyllë uzinën mekanike të Korçës, të ujku në Korçës, kombinatin Do shta kanë qenë teknologji e vjetër. Morë pse, ku janë ato të vjetër, ku janë, dakord? Mirë, qenë teknologji e vjetër, jam dakord me ty. Po ku janë? Ka dashur që t'i bëjt re. Pra, jo më janë vjedhur, janë hequr dhe janë sabotuar për ta lënë Shqipërinë lakuriqen me struqërve. Po ka pas në i prapasken kjo apo? Pa tjetër, është tradhtie pastër kombëtare. I kanë shërbyer interesave serbo-greke. Qarmatosja e Shqipërisë dhe mbyllja e uzinave dhe fabrikave është strategji e pastër për të hequr, për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Të kanë ikur rinia, s'ke rini. S'ke rini, mo i pyesim rinit, djemë të ri dhe vajzat e reja, ato krijojnë familje apo jo dhe pyetje e parë të bëjnë thonë, ku ta çojnë? Ja e mora nusen apo burrin, ku do shkojmë të rrim? Ja u martuam, me çfarë do të rrisim fëmijët? Me këto rroga qesharake? Jo më në këta në hajdut, janë kaq të pështirë sa pranojnë që për të hequr një non grata pagojnë $6 milion, në kjo se është e vërtet natyrës, apo euro, në Amerikë, dhe popullit i thonë jeto me aq sa të kemi caktuar neve. Këta në hajdut, këta tradhtar, këta janë kriminel, këta duhet vënë paralitarit, këtë di unë. Të tërë këta që kanë shkatruar uzinat dhe fabrikat, duhet të vënë në litar. Kaq. Po kush nga fabrikat që ka qenë atëherë mund të mbajë, po themi? Mund të mbajë? Po të them unë. Uzina e instrumentave në Korçë 1. Kombinati autotraktorëve 2. Uzina mekanike e patosit 3. Kombinati tekstilit 4. Po ai mirë them azotiku i fierit, superfosfati i lasit, pse u mbyllën? Punon me lënë të parë, me dhe. Azotiku punonte me azot, ajri. Pse i mbyllën? Pse duhet të vinë plerat kimike nga jashtë kur ne prodhonim sa s'kishte ku s'kishim ku t'i çonim? Është strategji e mirëfillt e organizuar, e urdhëruar dhe e paguar për të shkatëruar Shqipërinë nga Beogradi dhe nga Athina. Pikë dhe këtu përgjegjësinë kryesore ka duke filluar që nga Sali Berisha, Fatos Nanua, e të gjithë deri tani ku jemi sot. Ilir Meta, të gjithë. Po si ka mundësi që shqiptarët nuk e kanë kuptuar këtë gjë? Jo kanë kuptuar, po s'kanë pasur që bëjnë. I kanë mbajtur në pushtet 30 vjet, 40 vjet. Mua ata kërkojnë të mbajnë akoma, ne u themi për ditë që u kanë vjedhur, ka ta ndisur. Po s'kanë alternativë, kë do votojnë? Po dhe të rinë, mire gjënë atëre. Ti që i zoti për vete nuk kam në internet kam gjetur ato kapriciot e Francisco Gois. Dhe një nga ato që mua ka pëlqyer jashtë zakonisht shumë dhe që na shkon për shtatëve shqiptarëve, është që ka një fshatar që ka një kërriç gomari në kurriç në qafë. Dhe dicitura poshtë thot, ti që i zoti për vete nuk je, më mbaj në kurriç se mirë më ke. I meritojmë këta, të rrinë, mirë janë.
Të rinë në mirë janë. Ja, urdhoj, pe aty të ven prapa, deputeti pse i ven prapa. Këta kanë bërë një kod zgjedhor që ajo që e tradhtia që ishte bërë qytetarë shqiptarë dhe demokracisë në Shqipëri. Me atë kod zgjedhor këta do veten përjetësisht në pushtet. Dhe të tërë u leverdisa e kod zgjedhor, se vend të tërë pas shefit, pra janë banda. Ora janë banda gangsterës e kriminelës, mo dy partit. Po si do i luftojmë avokat? Si do i luftojmë? Këta me të mirë nuk ikin. Këta do ikin vetëm nëse i zhduk Amerikani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kam besim absolut që do t'i heqi këta, do t'i shqyrojnë në pushteti. Ka po lobojnë në shoba, po japin lek. Ore, thonë, këta që bëjnë ashtu, unë nuk e besoj. Këta nuk besojnë pra si gjë. Ore, dy duar për një kokë janë, po mimo, duan të shtirin të vdesin shqiptarët, po në djallë të mos të venë. Dhe të vdesin, ore. Më ka zënë që jetoj këtu, s'kam që bëj. Po zërin tim do t'a ngrë, fjallën time do t'a therë. Se kur t'a di që sa të dalë këteti më vrasin. Ne nuk kemi bagti që t'na komandoj Sali Berisha na vërë në rjesht, tallet, i ka mashtruar shqiptarët të rjetën. Kanë ndihmuar dhe ndikuar dhe kanë urdhëruar e planifikuar dhe realizuar arratisjen e shqiptarëve në Perëndim, të krahut të punës, të rinisë, të forcës gjallë punëtore, me qëllim që të lirohet vendi këtu të bëjnë resorte. Avokat, që falenderoj për kohën. Edhe unë ju falenderoj juve.